Përvoja është mirë në ekip, 3 treninga edhe kem disa treninga para lojës të parë, se është pak më e gjatë këtë herë korrobëllimi. Besoj që qikat janë krejt në formë, janë në disponim me lujtë një lojtë mirë. Gjithmonë do të më konë me kam tokë, se s'ka derë cila kundërshtar është para te, dush me posë respekt madhe. Besoj që loja me Kroacinë na ka dhonë një vetë besim të mirë. E kena po dhe kena analizu lojën që e kena pas me Kroacinë, edhe kena po që shumë sene e kena po shumë të mirë, po e kena po dhe të sene jo qaq mirë që ta dojna me përmisu, edhe me bo një lojën me Bullgari shumë ma mirë, po besoj që se cila është me një vetë besim të rregull në të mirë, jo arrogantës e nejsen. Sot përgatitin ka qhu shumë mirë, vajzat janë në kampionatet aktive dhe besoj që janë shumë të përgatitura. E dim rëndësinë e këtyre lojëve dhe do t'japim maksimumin. Dhe me përpara kena lu me Bullgarinë, e njohim si kundërshtar. Është një kundërshtar i fortë, nuk duhet ta nëshmojmë asnjë kundërshtar, por ne gjithsesi i kemi taktikat tona dhe besoj që do dalim me fitore.